Të dashur bashkëqytetar, humbja e jetës një djali 25 vjeçar, nga tejkalimi ekstrem i forcës një efektivi policie, ishte një tragjedi për familjen dhe një lajm tronditës për të gjithë shoqërinë. Pamundësia fizike për të qenë këtu i pranishëm ma imponoi shtyrjen në kohë të këtij mesazhi, sepse nuk mund ta bëja thjesht me gërma, pa zë, pa syt drejtuar nga të gjithë ju. Kështu ky mesazh sot mund mbetet pa prekur edhe ngjarjet e dhunshme të pasdites djeshme, të cilat nga tragjedia morën sebepin për të shpalosur me të gjithë vulgaritetin brutal të frymëzuesve të tyre. Por në radhë të parë jeta e humbur nga akti fatal i efektivit policisë. Sapo kam zbritur në Tiranë, kam shkuar në familjen e të ndjerit. Jam prekur pa mas nga pritja e tyre dhe urtësia e fjalëve të babait Klodianit. Asnjë lule vetme nuk mund të preket në Tiranë në emrin e Tim Biri. Ne duam drejtësi, jo zhurmë politike, më tha ai. Por dua t'ia drejtoj familjes të afërmve dhe miqve të djalit të humbur edhe publikisht shprehjen e ndjesës dhe të keqardhësime të thellë, bashkë me ngushëllimet e mia të ndjera për humbjen e tyre të patregueshme. E kam fare të qartë se fjalët në të rast janë krejt pafuqishme për ballëdhimbjes e boshllëkut që përjetojnë baba, nëna, motra, vëllezërit e Klodianit, xhaxhallarët, dajat, e djemt dhe vajzat e tyre. Por përveç fjalëve të ndjesës dhe të ngushëllimit, drejtësisë për viktimën dhe reflektimit mbi ngjarjen, qëndrimit afër familjes dhe marrjes pjesë në ndihmën e tyre, asgjë tjetër nuk mbetet fatkeqësisht pas një jete të humbur befasisht. Efektivi i policisë ka vrarë një njeri në mënyrën më të pashpjegueshme deri tani dhe krejt pa asnjë lidhje me ndonjë mision, operacion apo objektiv të lidhur me aktivitetin e policisë së shtetit në atë vend dhe në ato orë shumë të vonë. Por pavarësisht faktit se vrasja e njeriu është kryer thjesht e vetëm nga një njeri tjetër, arma ishte e shtetit. Prandaj dhe ndjesa i takon shtetit, bashkë me angazhimin e zbardhjes plot dhe të ndëshkimit ligjor të autorit. Autori i ka kaluar me njerë duarve të drejtësisë dhe me patjetër do të hetohet dhe do të gjykohet nga organet e drejtësisë në pavarësi e pa anësi plot. Akti i tij ngjan fare i pakuptueshëm, përveç se krejt i parsyetueshëm për aq sa dim. Por sigurisht nuk kemi ne, por drejtësia që ka barrën e fjalës fundit, për shkallën e fajësisë së autorit përpara ligjit. Sado i madh është në të rast padurimi për ta vënë në vend drejtësinë, drejtësia ka nevojë për të hetuar gjithçka. Sado e padiskutueshme të jetë fajësia e efektivit policisë në sytë tanë, drejtësia ka nevojë ta dëgjojë edhe atë. Drejtësisë i duhet koha e saj. Por në ndërkohë, sado e natyrshme është që në rast të tillë, sa absurd aq dhe ekstrem kur e dëgjon, emocioni i fortë dhe po ashtu ndjenja e revoltës e menjëhershme, është tejet e domosdoshme që të mos e humbasim thellësinë, e të mos i lejojmë emocionet apo më keq akoma kundërshtitë e shëmtuara politike të ngatrojnë rrugën e reflektimit tonë. Lejoni ta ribëj reflektimin tim me zë të lartë, pasi e kam bërë disa herë me vete, qysh se mora lajmin e vdekjes tragjike të djalit 25 vjeçar nga arma e policisë shtetit. A është kjo ngjarje krejt e shkëputur nga vija e sjelljes policisë shtetit? Apo mos është vallë kulmimi një devijimi të mëparshëm prej binarëve të lishmërisë ka policia e shtetit? A ka qenë vërtet policia e shtetit e prirur të tejkalojë të drejtën e ushtrimit të forcës në vitet e fundit, sikundër u akuzuar për shembull nga zoti presidenti i Republikës dhe jo vetëm nga ai për fat keq? A janë drejtues e sot të policisë së shtetit ose qoftë ministri i brendshëm, personazhe lidhur me krimin, individ korruptuar apo të mingarkuar politikisht në kryerjen e detyrës së tyre, dhe kanë shfaqur ata shenja vetëkënaqësie, brutaliteti apo papërgjegjshmërie në detyrë, duke ndikuar negativisht në moralin dhe në sjelljen e trupës së uniformave blu?
Përgjigjja objektive e këtyre pyetjeve ndihmon çdo që dëshiron të jetë objektiv, ose për të nxjerrë mësime nga ngjarja tragjike, nëse ajo lidhet negativisht me të paktën 1 nga 3 pyetje që sapo ngrita, ose për të konfirmuar moslidhjen e kësaj ngjarje të rëndë, qoftë me kursin e policisë shtetit, qoftë me integritetin moral dhe profesional të drejtuesve të saj më të lartë, përfshirë edhe ministrin e brendshëm. Kthejoni lutem pak në kohë, me sytë e kujtesës suaj, dhe shikojeni vajzën e shqiponjave, Ina Nukën, studente e shkëlqyer të Akademisë Policisë, e cila humbi kishtat e dorës, sapo kishte nisur punën e shumë të rruar nga goditja kriminale e një protestuesi të dhunshëm mu tek Parlamenti i Shqipërisë. Shikoni kolegët e saj, plot 76 plagosur, me kartel spitalore dhe mbi 100 tjerë të lënduar dhe trajtuar me ndihmë të shpejtë mjekësore nga goditjet me gur dhe me sende të forta pranë kryeministrisë, Ministrisë Brendshme, Kuvendit, e në përpika tjera përgjatë ofensivës seriale të protestave të dhunshme të 2 viteve të fundit, të cilat e sprovuan pafundësisht maturinë e policisë shtetit. Shikoni edhe efektivin e uniformave blu, i cili sot, tani, rrezikon të humbë shikimin nga një goditje kriminale gjatë protestës së dhunshme mbrëm që i ka shqyer kokërdhokun e syrit. Shikoni pak veten tuaj, bllokuar deri para pak kohësh, me muaj e muaj, çdo pasdite në hyrje dhe dalje të Tiranës ka një tjetër ofensivë protestash, të cilat e sprovuan pafundësisht durimin e policisë shtetit. Shikoni edhe episode të tjera në përhartën e skenave të nxitura politikisht dhe më thoni ku, kur, si, sa, në tërë zinxhirin e ngjarjeve provokuese, dhunëzitëse dhe dhunushtruese me uniformat blu, policia e shtetit të i kaloi të drejtën e saj të ushtrimit të forcës që jep ligj. Qindra epizode, mira gure kapsolla, e shishe me benzinë, e drequr me brirë mbi kokët e policëve, qindra prej të cilëve janë lënduar fizikisht dhe nga ana tjetër, la e thaj një rast i vetëm, ai tek Parlamenti, ku policia e shtetit nuk bëri në fakt asgjë më shumë se sa çdo policie e planetit demokratik në një provokator i famoz, antik dhe politik. Natyrisht nuk mund të llogaris këtu farsat me aktor dhe me provokator që kanë luajtur para kamerave rolin e viktimave imagjinare të dhunës policore me trupat e tyre, pasi e kanë qelluar, shtyre, shar, policinë sa u ka dashur qefi. E pra, kjo e jona, e Shqipërisë sotme, prej plot 7 vjetësh, nuk është një polici që e ka kollaj të tregoj shkopin dhe ku ja sjell majt hundës. E jo me një trup e yshtur që ta çojë në përmend të tregoj armën e zjarrit kur ti nuk i ndalon një patrullë lagje. Tragjedia e natës para 2 ditëve është një epizod krejt shkëputur, fatal, i dënueshëm, i pafalshëm, por pas një lidhje me frymën dhe punën e policisë së shtetit shqiptar. Kush thot kundërtën, ka thjesht një opinion ndryshëm, rëndom politikisht motivuar, por fatmirësisht nuk ka fakte që të provojë atë që thot. Dhe presidenti i Republikës, që është në fakt prova më ulëritëse e përdorimit disproporcional të forcës së inatit politike personal në dëm të etikës institucionale dhe vetë ligjit, është një parafundit, që duhet hap kamarën e gojës për sjelljen e policisë shtetit. Jo thjesht sepse është qysh kryet herës njëri ndër nxitësit dhe organizatorët atyre serialeve të dhunshme që kujtova pak më lart, as sepse qoftë sa për syfaqe nuk e ka thënë kur një fjalë vërtet solidariteti për efektivat e policisë në presionin e dhunës, po sepse është njëri ndër shembujt më të këqij të sjelljes shoqërore dhe institucionale në historinë e shtetit shqiptar. Sidoqoftë është i parafundit në rast, sepse i fundit që mund të jap gjykime morale e të bëjë leksione karakteriale për se si duhet sillet policia e shtetit apo si duhet të reagojë ministri i brendshëm. Pas ngjarjes tragjike të natës 8 dhjetorit, është kryetari kukull i opozitës, Lulzim Basha. Ai në fakt është shëmbëtyra e pafuqisë morale dhe e dobësisë karakteriale. Jo thjesht sepse është udhëheqësi i disa revolucioneve të mbetura në tentativë, të cilat vetëm në arritje kanë pasur plagosjen e policëve, as sepse është ndotësi numër 2 i policisë shtetit me baltën e pafundme të shpive dhe akuzave, pas kuturbusit numër 1 të historisë Shqipërisë që ka mbi kokë ai bashkë me Partinë Demokratike, por sepse është ministri i brendshëm i masakrës së 21 janarit.
ku nuk ishte një policë patrulle që vrau njerin mes natës në një rrugicë periferike, në rrethana krejt absurde, po ishte qeveria, kryeministria, e kthyer një bunker me 10 kryqëzjarë që vrau 4 protestues, krejt paqësor, kur protesta po shpërndahej, pa llogaritur sakatimin kafshëror të qindra të tjerë. Policia e shtetit sot nuk ka asnjë krahasim me dje. Rezultatet e saj sot nuk kanë asnjë krahasim me dje. Gjendja e rendit dhe sigurisë sot nuk ka asnjë krahasim me dje. Sjellja efektive e policisë sot nuk ka asnjë krahasim me dje. Faktet, shifrat, opinioni i publikut flasin kokëforcisht për pamundësinë e këtyre krahasimeve. Por gjithashtu nuk ka asnjë diskutim se si çdo pyll që ka derrat e vet, ka dhe policia e shtetit të padenjën e saj. Dhe askush asnjëherë nuk ka pretenduar të kundërt. Përkundrës, vimësisht pastrimi i radhës policisë nga të padenjen ka qenë pjesë e reformimit dhe transformimit të saj të vazhdueshëm në këto 7 vite. Drejtuesit më të lartë policisë shtetit sot, përfshirë ministrin e brendshëm, nuk janë as të rënë nga qielli, as pa gabime. Në këto vite të ngarkuara pune, pa orar dhe pa u ankuar kurrë për vështirësitë e përditshme. Ama askush nuk mund ngrej akuzën në drejtim tyre, me fakte në provë flas se në llafe rrugësh e dokra mediatike e shkollaj fare, as janë lidhur me krimin, as janë të korruptuar apo të ngarkuar politikisht, dhe as se me sjelljen e veprimeve të tyre ndikojnë negativisht mbi trupin e policisë së shtetit. Siç nuk krahasohen natën e ditën, nuk krahasohen dot. Jo vetëm puna dhe sjellja e policisë së shtetit dje sot, po as shkalla e tolerancës dhe niveli i dëgjimit të qytetarëve nga qeveria dje me qeverinë sot. Unë jam krenar që në këto 7 vjet e 2 muaj qeverisje, protesta e ka rifituar qysh në krye të herës të drejtën e humbur të qytetarisë në vitet e zymta të qeverisjes së vrasësve të saj, me presionet e deri dhe me armët e zjarrit të shtetit. Kur ne sapo e kishim nisur rrugën e qeverisë së vendit, tamam 7 vjet më parë, u zhvilluan në Shqipëri protesta më e madhe dhe më qytetare e viteve të pluralizmit demokratik. Ajo e refuzimit të armëve kimike, ku nuk u thye asnjë xham, nuk u plagos asnjë polic, nuk u dogj asnjë fije bari, dhe nuk u shfaq asnjë grims nga rrugaqëria dhe halabakëria tipike e protestave të nxitura dhe organizuara prej pushtetarëve të rënë nga vakti, që duan të rikthehen pushtet me pahirin e mosarsyes, me inskenimet e pambarimta dhe me dizinformimin sistematik të opinionit publik, deri dhe për të vdekurit në spitale. Në atë protestë masive atëherë fitoi populli dhe reflektoi qeveria, e cila dëgjoi popullin dhe ju nështrua jo shëmbullit forcës, po forcës së shëmbullit të protestuesve të panumër të gjitha moshave dhe shtresave dhe krahinave. Po ashtu në protestën e studentëve 2 vjet më parë, si sot, ku përjashtuar në një ekses të disa ndopsve të mjedisit demokratik të futur si kalauz të partive të shëmtis dhe të gjullurdis antiqytetare, asnjë xham nuk u thye, dhe asnjë fije bari nuk u dogj, dhe përsëri fituan studentët dhe reflektoi qeveria. Dhe qysh nga i fillim i para 7 vjetëve më pas dhe deri më sot, s'ka bërë vaki asnjëherë që qeverisja jonë të degradojë në arrogancën, brutalitetin, shëmtinë e tejkalimit të drejtës së ushtrimit të forcës mbi qytetarë për të imponuar çfarë do qoftë në rrugën e zbatimit të vendimeve të veta. Ndërsa policia e shtetit në asnjë rast nuk i ka shërbyer pushtetit, por ligjit dhe popullit shqiptar. Pavarësisht se nuk kanë qenë të pakta herët kur jemi ndeshur me një skenime kërcënuese, përballur me provokime të rrezikshme, ballavaquar me agresione brutale dhe të shëmtuara, ne kurrë nuk e kemi keq përdorur policinë. Kurrë nuk e kemi hyrë atë politikisht, kurrë nuk e kemi kërkuar nga ajo, atë çka kurrë nuk e kemi dëshiruar në fakt, përplasjen me forcë me ata që mendojnë ndryshe dhe që protestojnë. As kur protestuesit kanë qenë jo qytetarë, as popull, po militant dhe fanatik partish kundërshtare, të mbledhur me autobuza të paguar nga njësitë komunale, me të cilëve ka spikatur në të gjithë shëmtinë e vet dora e huliganëve, pa dhe pa dinde as iman, si ata që mbrëm i vun flakën pemëve të Krishtinit dhe të Vitit të Ri, për turpin e frymëzuesve të tyre të patursh, policia ka qenë e shtetit, jo e pushtetit, e ligjit, jo e maliqit, e mundimit dhe durimit, jo e hurit dhe elitarit. Prandaj sot, duhet të them të gjithë efektivet policisë shtetit
Në radhë para atyre që edhe mbrëm u përballën me gurët, me zjarrin dhe me gojën e pistë të tufës hjenave që donin të shyenin dritare e dyre institucionesh, në emër të Klodianit shkret po për llogari të katërshës së valltarëve, të shpatave të sherrëve, që të ndjehen krenar për uniformën, për sakrificën, për shërbimin e palodhur ndaj ligjit, vendit dhe popullit të tyre. Efektivi policisë që shkreu armën kundër Klodianit është vetëm një përjashtim tragjik, që përforcon rregullin e konsoliduar në tërë këto vite se policia e shtetit është mbrojtësja e qytetarëve, jo kërcënim për jetën, për të drejtat dhe për liritë e tyre. Menjëherë, pas marrjes njoftimit për unë kam ditur, sot do ta mësojmë gjithë ata që duan të besojnë tek fakti se në këtë vend, jo, nuk janë të gjithë njësoj. As politikanët nuk janë njësoj. Ai s'ka asnjë lidhje me aktin e rënd të efektivit policisë, as direkt, as indirekt. Por është vrarë një djalë 25 vjeçar dhe është hapur një varr në shpirtin e një familje shqiptare, e është krijuar një breng në shpirtin e një populli të tërë. Tjetër të ndash vetëm në fjalë, tjetër të adresosh brengën me një gjest njerëzor, qytetar, si shqiptar i mirë, duke përcjellë për gjithë një mesazh ndjese që vlen sa 1 milion fjalë. E di dhe zëre se i kam dëgjuar gojë të shturura të atyre të cilët nuk mungohin kurrë të na turprojnë si popull, si vend, si bashkësi njerëzish, që do thonë çfarë nuk do thonë pas kësaj. Po le thonë çfarë të duan. Sepse fundja, çfarë sotme nuk e thot dot të gjithën për asnjë prej nesh. Koha do ta tregojë dhe historia do ta thotë pa i lënë mangut asgjë askujt. Ku kam hyrë këtë godinë, kam thënë se zyra është e ime, sa pushteti është i juaj. Me siguri, shpeshherë nuk kam ditur ta tregoj si duhet se njerëzit dhe vendi janë arsyeja pse jam unë këtu, jo zyra. Pa diskutim që nuk i është askujt veç meje e faj, që mund duken arrogant, i vetë mjaftueshëm, i pa dëgjueshëm ndaj të tjerëve, ndërkohë që dëgjoj dhe komunikoj me aq shumë njerëz, aq shumë. Padyshim kam bërë dhe unë gabimet e mia, por nuk e mbaj mend. Basa e ka fajin kujtesa ime. Një tjetër kohë dhe një tjetër qeveri që të përpiqet të jetojë me sensin e përgjegjësisë qytetare dhe të synojë kuotën e dur morale, pa i përbisht asnjëherë nevojës për reflektim, sidomos në momentet më të vështira, pa u trembur nga nevoja për të kërkuar ndjesë dhe mbi të gjitha, pa e ndarë veten nga ndjeshmëria popullore. Jo se s'ka rrugë tjetër, po sepse nuk duam një rrugë tjetër. Motra dhe vëllezër, jo gjithnjë ja dalim dot. Nga njëherë dhe gabojmë, rëzohemi, dështojmë, po i sigur që gjithnjë përpiqemi me mish e me shpirt që t'ja dalim, për të qenë sa më shumë në lartësinë e besimit tuaj dhe të ambicies sonë për Shqipërinë, që duam të gjithë dhe që të gjithë e duam më të mirë për fëmijët tanë. Faleminderit, Zoti ju beqoftë gjithë.